artikulum që i ka vendi. Është diçka interesante. Zoti Lima është një njeri që e njeh sistemin politik dhe kushtetues, po edhe proceset negociatore. Prandaj besoj që nuk ka kalu let zoti Kurti gjatë negociatave që ka pas me të, prandaj artikulon në atë formë. Diçka me plotësues zotin Shkodra. Unë kom garu zgjedhje bashkë në koalicion me zotin Lima dhe zotin Haradinaj. Dhe lufta kryesore për thëmë përgjithësit plot, ka qenë kundër koalicionit tonë nga Lëvizja Vetëvendosje. Nuk i di pse, ndoshta për shkak të gjuhët tepër tash për që është përdorur në raport me ka ndosh mos më lo me shumë kuvend me zotin Kurti, por ka pas një luftë jashtëzakonisht në çdo vend kundër koalicionit. Ka qenë më ashpër sa në raport me këtë forca të tjera. Betejat janë politike, edhe këtë rast ka pas ti betejat. Po në raport me të tjerë kemi garu disa subjekte politike. Me LDK nuk është që ka qenë shumë absolutisht gjuha e tij gjatë fushatës s'ka qenë hiç e but me asnjërin. Vetëm dallim është që Haradinaj ka kthy, ka thonë kati Serbisë. Tjerë kanë hesht. Dhe Leda ka qenë është penalizu. Është ka hesht, po s'ka përdorur një fjalor. S'po ka Abdigjiku, s'ka përdorur konstatime të tilla. As Abdigjiku, as ka qenë jashtë, më i balancum ka qenë kandidati i Partisë Demokratike dhe gjithë Partia Demokratike ka qenë shumë me ekuilibruar. LDK nuk është që është kursi për fjalorit polarizues, po zoti Haradinaj ka qenë domethënë boll për boll gjatë gjithë kohës, ndoshta edhe siç tha zoti Nimani edhe është hakmarr në votë. Absolutisht. Po zoti Haradinaj është njeri me karakter të fortë, në momente të caktuara nuk llogarit shumë se cilat janë pasojat. Kupton? Po më lind. Çka mendoj se zoti Kurti po tregon edhe me këtë intervistë, domethënë që nuk ka gatishmëri për kompromise për me bashkëqeverisë me parti tjera për mandatin 2025-2030 dhe sipas gjitha krejt gjasave, edhe unë ndaj mendimin me Merlindit që mund të kemi zgjedhje të reja. Urgjencë ka zgjedhje të reja. Mirë po, përderisa s'ka urgjencë, përderisa s'ka dhe vullnet, përderisa ka, po ai tenton me relativizu deri në atë nivel. Kjo i bën që edhe zoti Kurti ma përpara e ka qitë interesat e veta dhe të partisë dhe vetë që me i fitu aty 500.000 vota që i kanë pretendu, se sa interesi i vetë Republikës Kosovës. Unë mendoj që kjo duhet ta qetë para vetës edhe para partisë ti interesin e Republikës Kosovës, sikur deklaroj këtë dikur që jo me çdo kush do të me qenë ky kryeministër, sepse më e rëndësishme dhe kjo është rinia e Kosovës, më e rëndësishme është Kosova. Nëse është më e rëndësishme Kosova, atëherë duhet të dalë personalisht nga gërzholja ku hi vetë Albin Kurti. Duhet të dalë, ta thej këtë gërzhoj, të dalë nga kjo, e ta vendus, para interesat veta, para interesat partisë, interesin e Republikës Kosovës dhe qytetarë me sharu në aspektin profesional. Që ka dhënë votë, në aspektin profesional. Pas aty në deklarim ke pas vendimin që ka të kushtetues. Do të thonë, nuk ka interes për Kosovën, po ka interes për kalkulimet personale dhe partijake që me shku deri në zgjedhjet e ardhshme edhe me marrë dhe një numër të votave të tjera e të cilat po del se nuk janë të shku në rritje. Këta njerëz kalkulojnë këtë interesat veta. Zë njoni me pas veç pak interesin e Kosovës për para, ose e herë zoti Kurti zorin Albolena, ose këta e votojnë dhe zbat ka që madhe. Këtë frazë mëse përdojnë. Që se e dënë Kosovën, so po thot, hiç Albolena Agjiun, jepën një mundësi tjetër. Qofse dojnë shumë Kosovën, dhe ju dhëmë shumë institucionet. Po s'ja ko bësh politikisht. As opozita s'është e gatshme. Ko bësh. Kjo nivel as një napol. S'ja ko bësh politikisht. Në ato fol për politikanë që nuk e kanë në logjikën e tyre kompromisin, si vlerë normale në një shoqëri evropiane. Këta operojnë me gjuhën humë se është i poshtrumë, që po bane kompromis të poshtrohësh, do më gjënderohësh.